Sa kompromis mund të bëjë një artist pa e humbur veten? Si çdo individ, lufta kryesore është me intelektin. Kështu që edhe të ndërtosh një vepër arti është e bazuar mbi intelektin tënd dhe mbi spunën tonë, ose siç shpeshherë quhet frymëzim, edhe sepse frymëzimi nuk ekziston. Ekziston thjesht një formë atletike të mendjes, ku ti në kohë të vazhdueshme, në formë vazhdueshme, stërvit atë që quhet ndjenjë, që quhet imazh ose që quhet imagjinat. Kështu që kompromisi fillon me veten. Vepra nuk duhet të ketë asnjë lloj kompromis përveç se të jetë e sinqert nga ana e artistit, nga ana e intelektit të tij me publikun, sepse në një moment kur ti ndërton një vepër arti, çfarë do lloj mediumi të jetë ajo, pikturë, vizatim, video instalacion, po gjithsesi edhe një objekt arkitektonik ose një objekt dizajni, ti ke një përgjegjësi publike. Momentin që ajo përdoret, momentin që ajo shfaqet, momentin që ajo tregohet, ti po merr ti po thua diçka, ti ke një zë në kapitull, vogël apo jo, sado që të jetë. Kështu që në atë moment ti ke një përgjegjësi. Por kur një artist nuk duhet të censurojnë mendimin e tij, nuk duhet të censurohet sigurisht mendimi i tij, ideja e tij, por në të njëjtën kohë artisti, krijuesja, artistja, jo vetëm mashkullore, por edhe femnore, duhet gjithmonë mos të ketë frikë dhe atë përgjegjësi që do ta ndaj, atë vepër që do ta ndaj përballë publikut, të jetë koherente mbi me ato që po nxjerr, edhe se veprat shpeshherë janë më inteligjente se sa vetë ato që i krijojnë, por ka gjithmonë një përgjegjësi përballë veprës që ti krijon dhe në momentin që ti e shfaq publik, sepse në momentin që ti thjesht e punon dhe mbetet në studion tënde, mbetet në idenë tënde, në dosjen apo në ditarin tënd, është një diçka që mbetet personale, për momentin që bëhet publike ti ke një përgjegjësi, e cila kjo nuk do thotë që të censuron ty dhe ti duhet censurosh intelektin tënd.